Padyshim mungesa e ligjit për sigurime shëndetësore pengon edhe organizimin e sistemit shëndetësor në përgjithësi, por edhe marrjen e shërbimeve shëndetësore nga ana e pacientëve. Shumë pacientë kanë bariera financiare për të qasur në shërbime shëndetësore, siç thot raporti Progresit, rreth 18% e njerëzve nuk shkojnë fare te mjeku pa mundësi për të mbuluar tarifat financiare dhe mundësia që menitar më të afërt të fillojnë sigurime shëndetësore është shumë e vogël. Padyshim që rrit mirëqenien e njerëzve, të paktën e garanton që njerëzit kur kanë më shumë të nevojë për shërbime shëndetësore mund t'i marrin ato pa patur bariera financiare. Për mua janë të pakuptueshme që përpjekjet për mi bo sigurime shëndetësore janë shumë ngadalta. Ne duhet kemi përpjekje jashtëzakonisht mëdha për të arritur në rezultat që ndoshta mund të jetë së lehtë, por përpjekjet duhet të jenë shumë intensive. Me këtë përpjekje që po bëhet aktualisht, do të thonë minimumi i kohës që na duhet për me bë sigurime është 5 vite me një përpjekje shumë intensive. Në mungesë të sigurimeve shëndetësore, krejt këto shpenzime qytetarët e vendit i paguajnë nga xhepi. Nëse kishim pas sigurime shëndetësore, kishim rri që në ne secili qytetar i vendit me pas qasje në shërbime shëndetësore dhe në institucionet tona publike me u forcu kushtet, me u përmirësu edhe për stafin shëndetësor, mirë po edhe shërbimet me pas cilësi më të lartë. Ky ligj paraqet që sigurimet shëndetësore me u pagu prej qytetarëve. Do të thotë secili qytetar ka me pagu një premium, e ata që nuk kanë mundësi me pagu këtë premium, që janë të papunë, shembull, me imbulu qeveria ato pagesa për ta. Ajo që unë personalisht e shoh si problematikën këtë ligj është që ka me lënë një pjesë të madhe të shoqënisë të pasiguruar.